dhe kulturore e kësaj zone, Divjaka është dhe një qendër e rëndësishme e turizmit detar. Çdo fundjavë për të kaluar weekendin në Divjak vinë me dhjetra qytetarë të Shqipërisë, të cilët kanë edhe një specifik të veçantë të ardhjes këtu, të shijojnë një drek me prodhime të detit. Interesant është se nga shpletimi i historiku të Divjakës, shikon që zona këtu është populluar që është nga periudha e Neolitit, 6000 vjet përpara Krishtit. Biles, arkeologët kanë gjetur në vendin e quajtur Bishçukas edhe Çekan Guri. Pra tregon që gjurmët e Neolitit janë të vizatuara tashmë në historikun e Divjakës. Por edhe gjatë periudhës së metaleve janë gjetur armë, bronzi, që tregojnë vazhdimin e jetës në këtë zonë, por gjetjet më të shumta janë gjetjet të qeramikës, që i kemi të periudhës së antikitetit, ku kemi kandil, ku kemi enë të ndryshme të tipit të amforave, kemi relieve të altarve të tempujve të kësaj zone të gjetur nga arkeologët, por edhe një gur miliard të rrugës Egnatia, sepse dega jugore Egnatias ndahej në dy nëndek të saj. Njërën e kemi spjeguar që dilte nga Fieri dhe shkonte në drejtim të Roskovecit dhe vazhdonte mëtej në urën e sotme të Kuçit. Dhe mes kodrave të Darësisë dhe Dumres dilte në Peqinin e sotëm, ndërsa rruga tjetër, pasi dilte nga qyteti Apolonis, vazhdonte në Fier, kalonte lumin Aps, po themi Semanin e sotëm, dhe përmes në pjesën perëndimore të kodrave të Petovës, Libofshës, vazhdonte drejt Veriut, kalonte në pjesën perëndimore të kodrave të Gradishtës, të Gërmenjit dhe të Shënepremtes, pra kodrave të sotme, po i quajmë të Divjakës, kalonte Shkumbinin dhe vazhdonte drejt Durrësit. Pra në Divjakën e sotme, Divjaka e sotme mund të ketë qenë një nga stacionet e dikushme të rrugës Egnatia, sepse në lindje të saj është një vend i quajtur Tjegullas, ku janë gjetur qeramik me shumicë që dëshmon praninë e një vend banimi rural.